Vihet sekuestro mbi 3 pasuri të paluajtshme në pronësi të një shtetasi që dyshohet se e kam burimin nga veprimtaritë kriminale. Seksioni për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare i Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë, në bashkëpunim me Prokurorinë e Sarandës, në vijim të punës për evidentimin dhe sekuestrimin e pasurive të përfituara nga veprimtaritë të palishme ose kriminale, në kuadër të luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, pas një pune të detajuar hetimore dhe gjurmuese, ka ekzekutuar vendimin për sekuestrimin e disa pasurive të dyshuara me burim kriminal. Në këtë kuadër u vu sekuestro mbi pasuritë e shtetasit RL 44 vjeç banues në Sarandë, me precedent penal në fushën e narkotikëve, konkretisht një ndërtesë me sipërfaqe 21 m2, një truall me sipërfaqe 100 m2, një subjekt tregtar me fusha veprimtarie, lavazh dhe tregti automjetesh. Hetimet vijojnë për të zbuluar burimin e këtyre pasurive të shtetasit RL. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë së Sarandës për veprime të mëtejshme.